një elitë politike cila fatkeqësisht është larg asaj se çka e pret qytetari i Kosovës. Teksa po flisnim për propozimin e zotrit Kurti dhe insistimin e tij me zonën Haxhiu, në tërë këtë mes, sa po dëmtohet figura e Albulena Haxhiut? Marr parasysh se ajo në rezultatet e zgjedhjeve të fundit ishte njëra ndër gratë më të votuara, po dëmtohet në një farë forme? Po, shiqoni, ajo faktikisht po. Faktikisht po, t'ju them të drejtën, madje në sytë e me, një politikan me përvoj, apo politikane me përvoj, si kur Albulena Haxhiu do duhej edhe të tërhiqej, dhe e dim që në politik mund të bëhen për llogaritje, mund të bëhen plane e tjera, por nuk mund të jesh kokëfort, sepse kokëfortët zakonisht humbin. Në këtë kontekst mendoj që është përtypur mjaft shumë Albulena Haxhiu, dhe në momentin kur ne e shohim që për të 22-ën herë nuk mund të arrijë votën e duhur, mendoj që edhe zonja Haxhiu është dashur të diskutoj me Dejona Mihajlin dhe Albin Kurtin dhe që thotë që unë dua të tërhiqem. Për ndryshe është bërë bajate. Kanë të qartë. Të flasim pak edhe për një detaj të seancës së djeshme, i cili ran sy një afërsi mes zotrit Limaj edhe Abdigjikut pas përfundimit të seancës Kuvendit, për atë gjatë sa zgjati, diku rreth 2-3 minuta, si çështjet procedurale që u deshën për të anuluar edhe këtë seancë për të shkuar në një seancë tjetër, gazetarët e TV1 raportuan se pas përfundimit të seancës për disa minuta në sallën e Kuvendit Kosovës qëndruan Lëmir Abdigjiku së bashku me Fatmir Limaj dhe nëse nuk gabohem, zotri Lutfi Aziri. Mendon se mund të ketë ndonjë takim për një marrëveshje politike apo të buroj diçka, sepse nuk po besoj që ata kanë zgjedhur që marrëveshjet politike t'i bëjnë pikërisht në seancën në sallën e seancës së vendit, po duhet i dallojmë marrëdhëniet ndërnjerëzore mes personave dhe vendimet politike të partive politike. Tash ne kush e njeh Fatmir Limajin e din që ai është goxha i afërt me njerëz, do të thotë nëse i shohim duke u futur në seancë, deputetët aty vrehen, për shembull, ne kemi parë Albin Kurtin i cili vetëm shkon dhe ulet në vendin e tij pa diskutuar me askënd. Por në anën tjetër e kemi parë Glau Konjufcën i cili futet në sallë, përshëndetet me kolegët edhe të partive tjera, njëjtë edhe Fatmir Limaj, do thotë përshëndetet me të gjithë, madje kemi parë edhe deklaratën e tij që ai që në fillim është takuar edhe me Lëmir Abdigjikun, edhe me Memli Krasniqin, edhe me Albin Kurtin. Se një marrëveshje nuk mund të ketë diçka sa i përket. Nuk e besoj për shkak se dihet çndrimi i lidhjes demokratike, por për këtë arsye Lumiri dje tha që ishte thjesht takimi të sorë. Unë mendoj që edhe ashtu e pashtë, ju them të drejtën, po kia njëkohësisht flet edhe për atë se pse zoti Limaj do ta ketë më të lehtë që ta marrë votën. Të mos e harrojmë edhe një fakt. Zoti Limaj ka edhe një histori të rëndësishme të luftës, do thotë nuk është vetëm historia e tij personale, politike, por e ka edhe atë parahistorinë e luftës. Dhe mendoj që shumë njerëz aty do ta shihnin me simpati kandidimin e tij. Mendoj që 2 njerëz do të votoheshin me dëshirë. Zoti Limaj edhe zoti Konjufca. Por, të mos e harrojmë edhe një fakt që është shumë i rëndësishëm. Partitë politike formohen për të bërë kompromise. Për atë kur është pluralizmi. Askush nuk voton asgjë blanko. Kjo duhet të jetë e qartë. Përgjegjësia që të inicoj këto kompromise është e partia fituese. Dhe rrjedhimisht ai i cili duhet të tentojë të zhbllokojë situatën është Albin Kurti. Kanë të qartë. Derisa zotri Abdigjiku po delte dhe nga seanca e Kuvendit, në oborrin e Kuvendit, ai tha në një deklaratë për mediat
në një pyetje të shpejtë, se ne kemi filluar tashmë të mirë me zgjedhjet lokale. Pam një frustrim edhe të komentuesve të cilët deri diku nuk ishin dakord me deklaratën e tij, duke thënë se ne kemi parimisht një cung fillimisht në para dyerve, flasim këtu i referohemi situatës me bllokadën e kuvendit. Si e sheh deklaratën e tij? Shqyqani, tash të këto komentet frustruese mund janë legjitime dhe të drejta, për shkak se edhe zoti Abdi Gjiku përmban një farë përgjegjësie për daljen nga ky ngërsh. Absolutisht. Por Abdi Gjiku me atë dhe e shprehu mos interesimin e tij se çka po ndodh me qeverinë, por interesimin e tij që ai të marrë sa më shumë në betejën e ardhshme për zgjedhjet lokale. Do thotë e dha njëkohësisht një mesazh që mos me pyetni për këtë çështje se ju e dini qëndrimin tim dhe tani po merrem me zgjedhjet lokale. E kam qartë. Do thotë kjo